Edhe pse e tham, por mos t'i mbesim boq, a është e vërtet që çdo mpyrje është sklerozë multiple? Jo. E tham edhe më herët, po prapë për respekt. Ka pyetje të ngjashme, të gjitha e lidhin me mpyrjen, me gjas është përmend më shpesh si Pirja është një simptom shumë e shpesht. Pirje kemi të gjithë. Do thot tash që jemi ullë në këtë koltuk 40 minuta, kur do të qohemi në kam, sigurisht do të jemi të pitë nga pak. Po unë edhe jam të vinu që shko më qu. Që pirja është një problem shumë i shpesht, kogdhimja është një problem shumë i shpesht. Tu ta cekip se kogdhimja nuk ka të bëj fare me sklerozën multiple. Do thot, nëse dikush vun nga kogdhimja 20 vite, gjasat që të ketë sklerozën multiple janë zero. Do të flasim një ditë për migrenën dhe kogdhimjet bashkë. Kështu që marra mendje është një problem shumë simptom shumë e shpesht. Do thot që nuk do thot. Pra nëse japun e këtë informat që në vitin e kaluar, 2025, ne në Kosovë kemi diagnostikuar 82 raste të sklerozës multiple dhe jemi një popullat me numër zyrtar, jemi 1.55 milion në bazë 2024 të jemi marrë. Pra logaritmi tash sa është manifestimi i sklerozës multiple në shoqëri. Dhe që është në rritje, po pak? Pra kemi ne mesatarisht 60 raste të reja në vit. Përkatësisht 3 raste në 100.000 banor. Nuk është shumë, po prapë se 100.000 banor, 3 raste të reja në vit. Por që trajtojnë dhe jetojnë normalisht. Se sa është e rrallë, do thotë në të vërtet skleroza multiple, po kjo po fiton një pesh, sepse smuhen njerëzit e ri, smuhen moshat e reja, dhe këta njerëz të ri, të cilët mund të jenë mjek, mund të jenë gazetar, mund të jenë kamerman, mund të jenë arkitekt, kushdo, IT. S'varet prej punës që bëndë. Mund të jenë politikan. Pra duhet ta kemi parasysh që këta janë njerëz të ri në tregun e punës, njerëz që krijojnë familje, që kanë nevojë për një jetë sociale, prandaj apeli është në Ministrinë e Shëndetësisë që faleminderit deri tani, sepse kemi barna për sklerozën multiple, por gjithmonë ne do të kërkojmë nga politikbërësit që ta sjellin sa më shumë barna inovative dhe sa më shumë të lehta për përdorimin e këtyre pacientëve.